Inflacioni në muajin shkurt 2026 arriti në 6%, ndërsa arritjet e çmimeve u regjistrua në disa kategori të produkteve dhe shërbimeve. Sipas Agjencisë së Statistikave, në mesin e lëndëve djegëse, drut dhe peleti u shtrenjtuan për 16.8%. Rritje pati edhe te produktet ushqimore, ku pemët u shtrenjtuan për 16.4%, mishi për 14.7%, ndërsa kafeja, çaji dhe kakao për 9.3%. Shtrenjtim është vërejtur edhe te transporti dhe shërbimet, ku mirëmbajtja dhe riparimi pajisjeve personale të transportit u rrit për 15.1%, pushimet e organizuara për 13.2%, shërbimet ambulantore për 9.6%, ndërsa ato hoteliere për 9.5%. Ekonomistët vlerësojnë se mungesa e stabilitetit politik dhe zhvillimet në lindjen e mesme ka ndikuar që çmimet të shënojnë rritje graduale nga muaji në muaj. Kosova nga viti në vit po hyn në krizë dhe po bartin krizat pa u zgjedhur. Në këtë drejtim efektet e mungesës stabilitet politik ndër vite i kanë dhënë rezultate veta negative në aspektin ekonomik. Sot Kosova është një shtet i varur nga importi. Gërgjaliu thekson se rritja e çmimeve ka vështirësuar edhe standardin e jetesës. Është vërtet që inflacioni duke i goditur jo vetëm ekonominë në përgjithësi, por në veçanti fuqinë blerëse të qytetarëve të Kosovës, atë çka e blen vitin e kaluar me 100 euro, si vjet e pagun 140 euro, dhe kjo është vërtet një pikë shqetësuese që çdo ditë më tepër duke vobeksu do të thotë standardin e jetesë së qytetarëve. Tek inflacioni thuhet se ndikuan një sër faktorësh. Shëtimin e energjisë elektrike që ka ndodhur më herët dhe pritet të do edhe një shëtim i ri i energjisë elektrike, mungesa e kapaciteteve prodhuese dhe mungesa e mbështetjes për to ndërmarrje prodhuese dhe inflacioni i lartë. Në muajin janar, inflacioni ishte 5.8%.